Përshëndetje të dashur miq, këtu kam sjellë shurup me trëndafila. Po e them që në fillim të shurup e kam përgatitur për të aromatizuar ëmbëlsira e akullore. Trëndafilat i kemi shumë ngjyrshe, të kuqe, roz, të verdha, edhe viola, por aman me një aromë fantastike. I lajm, i thajmë një picet guzhinë trëndafilat, i vendosim me një kavanos. Shtojmë edhe lëngun e limonit. Shtojmë ujin e zier, 3 litra ujë të gjistej, 120 gram petale trëndafilash, 600 gram sheqer, lëngun e një limoni. I lejmë për një natë ose disa orë, unë i lash për një natë, në një kullorse me një nap, i kullojmë, i shtrydhim mirë. Shtojmë sheqerin. E vendosim në zjarr me flak të ngadalët derisa të trashit lëngu, afërsisht si mjalt, pak më i hollë. Doli shija, aroma fantastike. Trëndafila të gjithë me aromë, shqyr që i gjeta, se nuk është kollaj këtu të gjesh trëndafila. Këtu po ju jap një shembull me got, por në got mund të jitni vetëm një lugë kafeje, shikojni e bëni vetë simbas shijes juaj. Unë këtu, si që shikoni, po i hedh tek akullorja, del me një aromë fantastike. Por herë tjetër do përgatisim limonat me trëndafila si që përgatisim në Shqipëri dhe do postoj recetën. Shpresoj që të pëlqej kjo recetë, ju uroj gjithë të mira dhe mirupafshim.